burg, Berisha burg. Të dashur qytetar shqiptar, dhe ju shqiptar, që kabinisht me dashje o pa dashje i quajnë diaspor, ku ju jeni vetë që shqiptar, që jetoni në trojet e dikushme tona, por një pjesë nga ju e nga ne nuk e di që ju jeni themelusit e Francës, Britanisë, Gjermanisë, Italisë, po kjo ka pak rëndësi për momentin. Por do thoja që ky vend që ka mbritur në këtë ditë ku përballë nesh ndodhet vetëm një anije ku do ipi o ky që edhe në emër nuk e meriton t'i flasësh, o ne qytetarë shqiptar që nuk duhet të shqetësohemi pse në duke jemi 2, 3, 5, 10% e Shqipërisë në këtë shesh. Bani mend që 1% kudo në botë në historinë njerëzore ka bërë ndryshimi, nëse ne jemi 3, 5, 10%. Bani mend që nuk ka qeveri, që nuk kërcohet, po ka qytetar që të rriqen. Bani mend, nuk ka kauza që nuk fitohen, por ka qytetar që e lën kauzën për gjysmë. Prandaj, çdo njeri t'i japi fjalën vetes kur vjen nga shtëpia në të shesh, tamam si generali angles të Bretaj, kur mbriti lufta dytë botërore, që doqi anijen, edhe ju, edhe ne, edhe unë, të pudhin fëmijët edhe gratë në këtë luftë të gjatë të rezistueshme tip Indira Gandhi, ku ne do t'i mundim ata avash me moral. Ne do t'i bëjmë ata që të qvishen, që mos të kenë sy e faqe të dalin para poplit shqiptar. Aq më tepër, një kryeministër që ka shper pronat tona të lishme me kushtetut dhe në 2015 me një ligj të investimit strategjik kur kushtetuta e jep, nëse ai mendon si ta vjedhë këtë popull duke a marrë me investime strategjike. Atëherë, vim këtë çështja. Mos fal, ne dalim për të mbrojtur vetëm flamingot, më tepër se kaq. Mos fal, ne dalim për të mbrojtur zonat e mbrojtura, më tepër se kaq. Mos fal, ne dalim për të mbrojtur vetëm hapësirat publike, ajo që quhet rrër, dul, pyll, lagun, që janë elementë të natyrës dhe as pak të kujto investitori qoftë ai, sa do i madh, sa do vendri qoftë. Prandaj, lidhem një mendjen të dashur qytetarë shqiptarë. Nuk ka tim brava, sepse sot në këtë rrugtim një muaj e disa ditë, ai quhet der i plagosur. Dhe dini të gjithë që të thot der apo ari i plagosur. Ai po fitoi, po kapi anien, ai do dali mi herë më i fuqishëm. Pra, ne kemi bërë një gabim të madh publik, që pse e kemi lënë në atë i fuqishëm të kthehet në një ari i suksesshëm. Prandaj, edhe dy fjalë për ekspertizën e naftës. E imagjinoni, ne provojmë 500.000 euro lidh një fëmijë shqiptar plus me asetet publike që ka. Po nga mënyra se si na i rjepin, diku në Rjoll, diku në Lëkpibaj, diku në Krykën e Setës, diku në Skavic, e kudo me të njëjtën formull, neve na bëjnë që fëmijët tanë të lindin me $500.000 minus bolt. Pra, ta mbledhin mendjen
që ky kryeministër duhet të gjej shtegur se si t'i iki, e kemi rrethuar 2 herë për të mbaruar. Një herë kemi rrethuar demokratikisht, sepse jemi bërë dhe 200 veta në shesh, e kemi rrethuar moralisht, që e kemi qfeshur nga copë përgjësi qytetare dhe përgjësi në komit e kemi marrë ne qytetarët. E dhe rrethimi i tretë për mua është rrethim fizik. Rrethim fizik do të thotë të rrethohet parlamenti, të rrethohet kryeministri në mënyrë që ata mos marrin vendime për kautat tona. Kjo është e gjitha. Ju faleminderit, na keni pranë, na keni mbështet. Rrethimi e fundit i projektimi 70 vjeçarëve si puna ime të dalin në rjesht të parë dhe ndoshta nuk pijen si heroi, po ta mban mend se mund të pijen për vendin si luftëtar duke lënë kauzët të rive pas. Faleminderit.